Shumë faleminderit Eri Zuga, marrash një djalë i talentuar, një djalë i mirë, një djalë i kulturum, një djalë king që ka për të arritur Eri Zuga në besoj që po, edhe i ri, 17 vjeç. 17 vjeç edhe me gjithë këtë dëshirë, gjithë këtë pasion, gjithë këtë talent, është gjë e mirë dhe unë krenohem për vete që kemi kaq shumë shqiptar talentuar në diasporë. Kjo është krenari shumë e madhe. Faleminderit Eri edhe shumë suksese King, mos u ndal. Vazhdojmë me pjesën e dytë të emisionit ku do kemi një tjetër të ftuar. Sot një zotëri i cili na vjen sot për herë të parë në emisionin ton, i lindur në fshatin Lakavicec. Çush është kjo? Lakavic Gosivarit. Ja pra, nga Gosivari e kemi sot Xhevat Mislimi, të cilin e ftojmë me duar trokitje dhe big up dhe ta shikojmë pak karrierën e tij në Zvicër. Mirë se erdhe në Food Ship Show. Xhevat, mirë se erdhe. Kënaqësi që të kemi në studio. Tashi ne do na të kena ftuar sot Xhevat si një muzikant i vjetër, instrumentist i vjetër, që i bjen edhe syntit, i bjen edhe violinës, edhe ke një talent të madh. Dikur ke punu shumë me muzikë, sot më duket nuk punon shumë, por do më u rikthy përsëri. E tash nuk pe di a do me lëshu Zvicër, a do me najnë Zvicër, se më të ditë. Xhevat, për që të punë kena ftu sot me na i kalzu, ketë, lomet po lomet, çka kena me folë, dhe kena lëshu në lerë sotë, edhe do flasim bashkë. Faleminderit për ftesën. Me kënaqësi. Është një kënaqësi për me u taku ju, jeni një misioni shumë i mirë i qëllum. Shumë faleminderit. Faleminderit. Kështu që jeta ime është, domethënë jam i lindur në 68-ën, 58 vite i kom. Mirë me muzikë prej 81-të. Prej 81-shës? Prej 81-shës. Kom punu... Traditë familjare keni pas muzikën, a veç vetë? Veç vetë unë. Kom pas qef violinën. Kështu që e kom mësu me shumë mundime pa përkraje, s'kom pas përkraje. Edhe kështu që më arrita mirë edhe kom pas një grup të mirë, që ishë në grup e Arini e Gustivarit, kom punu një gati 4 vite me Nebi Halilin në asaj kohë. Kishim qatë shumë darsma, kanë diri 140 darsma në vit kishim. Në vit? Në vit. Në vitet 80 ajo? 81, 82, 140 darsma. Ka pas ka shumë darsma, kanë pas pare njerëzit në të ku me harxhu ka shumë? Shumë. Kohët Jugosllavisë kishte pare shumë edhe pare ishte shumë me vlerë. A shkoshit në dasmat shqiptare apo në dasmat? Shqiptare. Pra 181-shin. 140 dasma në vit. Qashtu. Kot me të pyet. Xhevat, sa hon çmimi i dasma në atë kohë për një orkestër, bro? 3500 marka, meshim ka 500 marka në darsëm. 3500 marka, sa euro i bin me të sodit? Tash, ajo vlera ka qenë si sot me mërë 3500 euro. Në atë kohë? Në atë kohë, qashtu. Interesant, e? Interesant. Më thonë roga ishte 500 marka, 82-3 ma e si sot, qash mirë ke baba jenë. Ne meshim për një darsëm, dhe më një darsëm na shkon të 3 ditë. E kuj bëshit dasmat në baqe, në livadhe, në për oborët shpijave, jo në për restorante? Jo, s'kishte restorante. Vetëm në për oborët shpijave, dhe më thonë në për ara. Interesant. E qysh ju kanë kontaktu në atë kohë, keni pas zyre dikun, numër telefonit, e-mail, s'ka pas? Muzikë shqiptare, dhe më thonë s'kishte, veç që bëshin ramët, muzikë, veç ashtu pak nëmë. Dhe më thonë, ku dullu në si fmi isha Maksut Dehari. është një kombëtar shumë i mirë i Gustivarit. Ata bo një grup, kënaqen ata folklor, dikur e bo një grup në kështu me teknik jashtë bëshin muzikë. Edhe pam që i shumë kishin në kërkesa, edhe ne si tri tu jemi tu, ata na mirëshin shumë. Se më dhe më këmë qënë majri, ati këmë qënë 13 vjeç, 14 vjeç, 15 vjeç, me 16 vjeç e lash, erdhe në Zvicër, 84-ën. Kështu që në 84-ën më marrë. Unë të mendu që në 88-ën a i ka arma për para, Iliazi, në 84-ën, një vjeç jam hanën kur kjo. Më falë, menos një vjeç. Menos një vjeç jam hanën, se thash një vjeç. Këtë grup 4 vjetë.
Gati 4 vjetë në njëta, me të në ndorë e lash, dhe më thënë, Pra- grupin erdha në Zvicër. Pra, në qoftë se shikojmë atë foton atje, ja, ma ndrej foton, ja i sekund, ma ndrej shohim edhe një herë regjia. Ja, në qoftë se shikojmë ai me violini atje me flok. Qashtë. A mundesh me ma bon pak zoom të lut në qatë fotografia atje, direkt shkoj herë të violina atë? A janë mo këta njerëz apo s'janë të tjerë të kolegë tua? Jo, qaj që i biqa sa gjë mbyshit i thonë, aj është ndjerë, tjerët jemi. Tjerët jeni. Tjerët jemi. Okej, pra do më thonë ky ka qenë grupi juaj që i boshit 120 dasma. 136 i ku njëfë në 83-shin, 140 i mërinë, dhe më thënë 84, një ku në gjefë, me në gjefë ne. Po, interesant. Edhe kur hoqe dorë prej muzikës, pastaj që Atëherë që i vllajni kisha këtu më bo një garancion. Erdha për më propë, me punu, do më thonë me Në 84, 84 në ndorë erdha. Për Po. propë, tarim 85 me 1 mars, jo në artë më punë me dokumenta. me Pse- dokumenta 85. Po, një pyetje të shkurt. Do të thonë aq mirë ju ka hec muzika, keni fitu shumë parë, keni pas një jetë mirë atje, pse ki vendos më ardhë në Zvicër e jo me najtë Fol atje? be zemër se mie bone këtë pyetje. Por, ishte puna që ne shifnim për moment, se shteti shkonte tu, jo për misim, për shkonte ka i keqa, edhe politikisht, edhe nuk ishim edhe trahaqët prej policisë, vishin në ndërpreqin policia më 10 ora, Dasmën. ndasme në ndërpreqin vishin, do më thënë kishim shtypje edhe nuk e nisha vetën rahat ati. Edhe desha të sigure jetën tim ma mirë këtu. Po. E kim kalu jashtëzakonisht mirë me ata këngëtarët, ishin në atë kohë 3, unë isha fëmijë gati, me thënë 14-15 vjeç, ata i deshin rinia shumë. Së 3, 19 vjeç, 20 vjeç ishte në Bialeli, diku erdhte edhe Sofia Iseni nga Trepça e Mitrovicës. Tani u bun shumë edhe mamat njofshet, shumë darsma të mëdha kishin. E si ka qenë jeta jote kur ke ardhur në Zvicër pastaj? Prej një jete të mirë, ta themi, si muzikant atje, dasma hengje, tu hangër, tu pi, tu këcy, tu pa, krejt mirat e keni pas. Nuk duket që ashtu, nuk është ashtu si duket. Nuk është si duket. Jo. Dhe më thonë se ne kishim darsmat i boshim të rashi, thoshin, dhe më thonë 3 ditë shkoshin darse. Po. Nusës ja qoshin teshat Po. në muzikë, ne si të boshim në obor muzikë, për rinjen për ata, mas nesër që shkoshim mirëshim nusën, prap në muzikë, dhe më thonë 3 ditë Ka shkoshim. qenë lodhja realisht. Po, por ishte puna se boshim ka 3 darsma në ditë në vinte puna. Më mëngjes në 6 ora me shku me marrë nusën. Ne derim 3 kishim bu muzikë, edhe dikur boshte shumë ajo gati shumë shpesh edhe s'tash as buka, as mushi me flet, nuk ishe ma vetë original, se ekstrem ajo, pa ndërprej muzikë, zhurmë. Do më thonë që shtu teknike ishte për pare, me D-box, ani ishte prej në fshat 6-7 kilometre lartë. Lodhje e madhe pra. Shumë psik ishte lodhë. Me 2 boksa uniken ma tonë. D-box, Uniken të to prej Kumanove, prej Kosivari. ishte një fshat e Minxhej në Bihalilit, ishin Sofia ti, do më thonë 5 kilometrë të mira i ka, prej fshat i Bajnik, deri në Qajl. Pjatje vishin njerëz në mas zhurmës. Po, interesant. Jo, Jo si ka qenë ajo kohë për më u kontaktu që e boni pyetje Marashi. Rrjetet sociale s'ka pas. Po, s'ka pas telefona, s'ka pas rrjete sociale. Në qender e kishim atë muzikantët kur ishin. I thoshin central. Rrishit në një vend, jo dhe ju kërkoshin njerëz. Muzikantët rrishin aty. Sikur punëtorët që rrishin me lyp punë. Bravo. Okej. Ne muzikantët e kishim edhe kishim atë muhabetin tonë për herë të muzikës. Ku tek e qyshe, kështu që kontaktoshin njerëz që kishin interesim na marrit na ashtu, kontaktoshim me Nebiun, në Nebiu edhe Rushduki, Po. që bin të timpaneve. Gjevat erdhe në Zvicër. Po, E le muzikën. po, në 5 vjet e lash. 5 vite, u shkpute prej muzikës. Deri në 91. A mujte me marr veten këtu në fillimet tua në Zvicër, Po, me po, gjuhën, me po, gjona, me punën, me... Po, jetën e kom pas shumë të shtipë, se puna shumë e ronë, ka që në punu më bëmë shule, me malla, të më thonë. Po. Me PM, mill, shkull, Po. vdor, shi, dhe më thonë, jetë e ka qenë shumë e lodhët. Edhe këtu tani lodhje e madhe ka. Dikur si isha me sezonier, isha, dhe më thonë, me viz A që është. Tani në 88 e mara vizën B. Tani hina fabrik, pak ma lenë puna. Kështu që kisha kohë, tani unë jaftu me shok, unë jaftu me Recep Spahijen, gitaristin e vllai Merita Spahiut, Recep Spahijun. Tani e boni një grup në Zvicër. ti? Unë një grupë në Zvicër, te klubi Gjergj Kastrioti Skënderbeu në Kröslingen. Tani boshim qati muzikë, tani Pra atëherë edhe punoshe,
Po edhe për shumë muzikë Qashtë. në darkët. Qashtë. Do më thonë, ka funksionu mirë. Për qef njerë kështu në klub. Po. Dikur ertë Bashkim Basha, kishin me të pa muzikanë sa ishte hapa i lokali në Byrglen. Veç di lokale kishte në Kretzvicën. Zhvill të habiti edhe nëmët, dhe më thonë Byrglen. Në ertë, në veti mundin e me shku me po muzikë. Tani murëm veç që po. Tani që ati janë, isë me gjetëm të fiki një maestro i baterijës. Po. Tani këngëtarë organizoshin ata, e kim pas shumë punë, shumë. Kështu që tani kum kontaktu me shumë këngëtarë, muzikantë, mirë, të mëdhej. E bot edhe një grup në Zvicër, pra Po, një domethënë. grup në Zvicër. Edhe vazhdoj, mas 5 vite për pauzë, vazhdoj punë edhe një herë muzikant. Tani Sa e prapë zgjata restart. pastaj? Po, deri në 2009-ën. Dhe në 2009. 2009. Në 2009 në ndërpreve E prapë? ndërpreve puna e shoqës, unë s'mu shoqë, me s'mu jetëron, kancer. Edhe u demoralizova, e lash muzikën prapë për sëri. Deri, qështu të dimni, deri para një 4 viteve, 5. Do shta ma shumë 5 ati. Non Bisaku edhe një muzikant, edhe violinist i folklorit. Murëm, veç i edhe unë violinist, ajo më kish pas në gjofte edhe unë e paka shumë. Rarim pati i ra violinës, ta shumë diçka special, se mu kur së më ka pëlqy vetja. As në violinë, as në sintë, as ashtu. Kritik I vetë e vetës. Nuk më pëlqy vetja, do më thonë edhe kur incizoj diçka, e ndëgjoj të një gjo shof, do më thonë... Gabime. Jo Vetishe. gabime, po mungesa. Mungesa. Ku mujt edhe ma mirë, Po, ku mujt ku edhe mujt ma mirë, ku mujt ma Kurse mirë. për tjerët je shumë i mirë. Kjo është ajo. Jo. Edhe dikur në fund, ja vetës natë kaluse, e që si përshëndes shokët, Po, ata po, që po, dojnë me padur, ustemi. Për dikur kur e ngojmë një javë ma vonë, më duket edhe mama e mirë. A për atë moment, jo i Për momentin jo. Ja. Okej. Me Pastaj, po. po më falë më Me këtë grupin e dytë, a keni dhënë edhe atje koncerte në përdasma, a vetëm në ato dy Tu kemi klube? dhënë koncerte edhe me grupin, do më thonë, u bom edhe matë mirë, në ertë Bedri Maliqi i Gjakovës, i tjojtër Drinka me klarinet. Kishin komplet orkestër, që sot është më e pamunshme të bësh orkestër, me klarinet, me harmonik, me komplet me baterie, sot me një sint, jena me shumë pashtë. Do më thonë, nuk ka shajt që shokon para... s'është mo muzika si shka qena. Ja. Qa ka ndodhë, qa ka ndryshu tash? Shumë ka ndryshu. Qa, Gjevan? Njerë, do më thonë, sjellët e njerëzve vishin përpara me fëmijë, me familje, hashin, pishin, kënaqeshin. Me Muhammed Sedim kena punu ku ka ardhë, mas pari Muhammedi me mu. Ja kina nisë me kënu atëherë në koncert në Motrat Mustafa, edhe unal atë edhe kim kalu jashtë zakonisht mirë, edhe komtari mirë, edhe kem fitu shumë mirë, që e përshëndes. Ka shumë ndryshime, kurse tash me një muzikant munon me bo gjithë shka. Me nisim, po mi bo gjitha dash. Po. Edhe ai ku shkon ndarë se mu ullë të rinë, për para këtë në kohëm kina pas respekt për vetën, edhe për musafrin në kohëm kina bo muzikë. Kësë në respekti pak Ma nivel. ma nivel, pak ma... Okej. Pak i edhe për si, jo veç për zhurmë. E tashi, Gjevat, 4 vitet e fundit ja ki rinis prap apo Po, s'tash? jo ku më rrini spraf. Amo, të punu jo intensiv, apo jo? Po, punoj Intensiv. deri ka 15 i qershorit edhe... Me dasma apo me vende private? Jo me vende në punës, se jam bus shofer. Shoferi postit auto. Jo, po mendoj me muzikën. Me muzikën tash rifilloj tamam që duhet. Tash ja rifillon, se je në pauzë, momentalisht ti nuk ja ke, nuk je është. Ti je punon shofer? Shofer autobus. Autobusin e Kryslingen. Kryslingen. Po. Okej. Post. E tash, a ke vendos me lëshu Zvicrën a më nëjnë Zvicër? Veç punën me lishu, se me nejtë Zvicër Pra dhe më thonë, s'do me punu ma shofer. As kur një punë me punu. As i pun tjetër. veç Tash me- veç me muzikë, Tash si me ta vetë, vjetë ndroj jetë shoqja me 14 qershor. në ngushtim. Ngushllima. Falenderit, zoti urujt. E kështu që veç u desh ta kry deri që këtu, ti e djalin punë, qika është në punë, edhe unë për vete e kom një rokë. Kom sigurume, një jetese edhe du veç ta shio jetën me kolegë. Me shiu muzikë, jetë me po. Sa jo jeta ime muzika është. Me shoqnit muzikës, adhurus muzikës. Bravo. E qka janë muzikantë, janë shumë isa janë dashamir janë. Shpirt mirë. Po, absolutisht. A më këpëton? Po, absolutisht. Edhe Kush ka kështu shpirt që- muzike, shpirtin e ka të mirë, realisht. Me muzikë jam rrit prej 13 vjeç që ja kom një, si E tani ti do me punu në Zvicër apo do me shku poshtë?
Por me muzikë, ku të kejet? Ku të ketë? Po sezona me shoqënit. Rezident ku do më nejtë? Unë jam këtu i regjistrum. Po. Këtu me sigurime, me krankekase, me ata, i kom fëmijët këtu, kom t'i shtëpia, kom vetëm. Bravo. E kështu edhe që kom shtëpi, po më dhimë se kena bu shtëpinë. Si ka qenë jeta jote si shofer autobusi? Mirë. Mirë ka qenë? Mirë. Ke vite që e bën këtë profesion? 11 vjet ka. 11 vjet. O, ka edhe ajo, dhe më thonë ata... Sakrificat e vetë. Nuk ka që shpëduket me kravat, po. bukur, pa frymosur, i ka ki me lloj njerëz. Po. Edhe ati ku ki e drejt, u jep drejt ati, veç do punë. Veç hec, po. Veç hec punën. Ati duhesh nësë mi këshirë të nasenet. E tash që po rikthehesh, Xhevat, po rikthehesh në skenën muzikore për ta shijuar jetën me lënë gjitha punët tjera, sepse tash the ke siguru një pension apo rrogë, ashtu tani do me punu plus me muzikën, a ke bo një grup, apo akoma je vetëm për momentin? Kom grupe të mira atje, dhe më thonë, tash i kom edhe dëdarsme me Gjeni në kom, Gjeni shofe edhe i ka qenë në Shkup, vëzlit nga Dibra, sa bërjes kom punu me babën atine, muzikant janë, ata janë shumë të kompletut, veçëm dhe më thonë unë shku bashkan gjitëm edhe kështu që ka shumë grupe që i muj me vo. Dhe më thonë ku ka nevoj, shkuj edhe veç me violin, klasik diçka kur hinë nusja me dhëndër, një 10 minuta, 15 minuta, dhe kry punën time dhe shkuj më punë me tjetër punë. E çfarë muzike bën më tepër? Çfarë zhanri? Popullore. Popullore, gjitha trevave tona. Gjitha trevave? Gjitha trevave. Korçare, shumë pak. Shumë pak këm punu korçare. Në për lokale nuk i kanë kënu, nuk i ashtu Shqipërisë mesme. Kënë mbërë shumë gjakuare, po, t'jugut, dhe më thonë, te i kom shpirt. Okej, t'jugut i kënë shpirt? Po, i kom shpirt një violin. Munom sa ma shumë, sa ma originalti që ndisë. A ke diçka me na Që përformu? dashta me pyet, po. Po, kom violinën këtu, mora veç pak. Hajde Sofia. Betimin e kënë në vend Sofis. Gre borgun që kanë zjetë dalë në ekran. O, ko ka këputa e teli. Sa problem. Putën në dhe shpesh. Bra, që ka këput. Falemderit e Betim. Falemderit. Falemderit zemër. I klipet ish. Këtu të ashtë po bëjmë një performance prej Gjevatit, të një gjojmë pak se qarë muzikë po na lunë pak Gjevat, qa ke mëndu me na marrë me violin diçka të mirë. Me mërë t'jugut diçka. T'jugut diçka, hajde erë. A di qa kam qef t'jugutën? Prit. Prit, si është e kong nga aty në djemëve të Vjosës. Djemë të Vjosës e kënoj një kong shumë mirë. Hajde, njësit dushti, mos kemë rak, hajde. Bravo qoftë Gjevat, shumë bukur, ej. Ja, shumë mirë. Nuk e kom akordet, si kur ti kisha akordet. A mundesh ma marta
Mora fjallë. Po, Hare mora fjallë, ludhem pak se, Gjevat mirë se të ka pru Zoti, Gjevat. Kjo është shtëpia edhe jotja, jo veç e jona. Kur keni nevojë vështirë këtu jam. O, ne tash do ta bëjmë direkt një bashkëpunim, patjetër ta kemi bashkë. Big up, Gjigan! Big up, Gjigan! Gjevat dur të lumshin. Bravo. Edhe gishtat të lumshin. Jam ma veduar se bolli kanë shumë. Po e falenderojmë Jakub Kuçi. Jakub Kuçit falenderit për lidhjen që na bërë me Gjevatin. Është burr i mirë Jakupi. Po. Dhe është mirë njohës shumë për punën tënde. E vlerësoj, po, absolutisht. Unë e lash muzikën, e lash në story. Për e qes publikisht në story në Instagram këtu, Gjevatin, e harrova me po post, thash, në Instagram me qita të është direkt Gjevatin, sepse realisht që ka profi për violin. Qëfar instrumenti, qëfar vegla shtira din me lujt? Bi hudit. Hudit, cili është hudi? është një foto vakum që jo, është një instrument pa nota është. Instrument pa nota? Pa nota është. Në vakum që në fotos dhe e kini? Noshta noshta jo gjitha i kena postu për arsyet kualitetit. Atëherë, vetëm i sekund të gjej, cili jo, ja i sekund të gjej këto, i sekund, ka mundësi me qenë Si gitarë, në formë gitarës elektrikës. Në formë gitarë, ja? Po, si gitarë, afërsisht. Ja i sekund të gjejmë edhe i herë, se ja i sekund, se më kam shumë këshu. Ka shumë foto, po janë disa që janë dërgu me jo kualitet për... Jo, kjo është violin. Kjo violin është. Të Emre Zimani, këngëtarët të vendit, kënë autoktone. Okej, tjetër përveç hudit? Qiftelijës, sharkijës. Ju bjen? Po. Ju bjen mirë, dhe më thonë. Edhe qiftelijës dhe sharkijës. Me ata kur su shtrojt gjithmonë dimi me ura. Gjithmonë. Sintit? Po edhe sintit. Edhe sintit. Do më thonë, si violinën si e kom instrumenti me parë, do më thonë me violinë jam i kompletu shumë, ma aqëm për kështu muzikdarës, ma asë me për cilë mirë kështu, por jo në klasik ose në piano me hi, se kjo sinti do më thonë dalot në shumë sene dalot. Muzika e sintit si piano, ose bas harmoni, ose solo, kështu optimal, po kri puna për darsma, do më thonë, not kaluse. Bukur. E tash, Gjevat, kom dëshirë me të suportu në aspektin suportimit për mes emisionit tonë. Ti je Gjevati, ki e bo një grup muzikor, do me lonë punën në Zvicër, do me fillu me muzikë. Qashtë. Që shmuje me ju kalzu shikuzve që kanë nevoj për muzikën tonë dhe për eventet familjare, apo private, apo të hapura me të pas aty? Tash aje do të bjere puna jeme. A mo që është me të kontaktu? Krejt në regull ashtë? Po të më shafin murë. Do të shofin? Shafin ata. Ku me gjetë? Se do të shofin, po do me të kontaktu s'pagut. Do të kom numrin tim. Numrin s'mujna me bo publik tash, se da më të morin shumë njerës. Facebookun e kom. Facebookun? Gjevat Mislimi. Në Facebook, shikus dashur, kush ka dëshirë me e patër Gjevat Mislimin në ahengjet tuaja familjare, një zotni burr, i cili është nga Gostivari dhe jeton në Zvicër prej 42 vitesh. E kështu që ka 42 vite. Kush kanë kalu Allah ka shpejt o, Shumë. Qërë do këtë ty, a kanë kalu shpejt o ka dalë, Shumë shpejt. Shumë shpejt, sikur me hi nga dherë dhe dilë në dherë tjetër. Si interesant shumë Gjevat. Si ka mundësi që kalon jeta ka shpejt në Zvicër, apo vetëm që e shkru një jetën në blok, që a kime po të një këtë mujnë. Është puna ku je shumë i obligum, se unë nuk ka di punë, muzikën e ku pas të retën punë. Po. Unë janë 20 vjetë, do më thonë,
Vikend fundit, domethënë Wochenend si e thon gjermanisht, Po. unë kur s'kum pas të lirë, unë gjithmonë ose në punë ose në muzikë ndarshme, mbrëmje muzikë nëpër diskoteka. Kim punu këtu me lloj këngëtarësh, me Dulin, domethënë i kun gjetë bekimin ka 12 vjeç fëmijë kun gjetë. Okej. I kim punu domethënë mbrëmje natën nëpër lokale me Imer Bajramin, kim punu një 3 vjet. Okej. Bashkë këngëtar të mirë shumë, që si thash Duli, Bekimi, Imeri, Muhamet Sidiu. Ditën kur s'kisha dash, më shkosha në punë, punosha domethënë i bërcajt. Dhe javë dhe ditëve normal në punë, prej në punë shkoshin, shu ka 2 punë deri në 3 punë. Okej. E ku majt një 20 vjet, pa shtum, pa dill, pa fraj hiq. Okej. Bravo qoftë. Interesant. Shumë. Shumë interesant. Që na u mush shtëpia plot njerëz tash Gjevat, ideja është cili qytet duhet m'ja plotësoj dëshirë me lujt një muzikë tash. Çfarë muzike prej cili qytet doni m'ja lujt një muzikë Gjevatin me violinë? Muzikë e lehtë qytetare. Hajde Gjevati për knasinë e shikuesve këto një muzikë tjetër të lutem. Se shumë interesant. Violina është qetësuese, diçka. Shumë kujtohet se kanë. Diçka specifike me emër më na tregu? Një këngë që keni dëshirë? Ose në Valle Gilanit ose çka do të qoftë. A kush prej Gilani këtu jo? Sa shkërkosh prej Gilani? Prej ka jeni shumica? Drenica, a ka diçka për Drenicën? Po ka folklor me hi. Hajde, foto për Drenicën e ja, hajde ja. Hopa! Hop! Opa! Bravo DJ Crazy për pick-upin. Bravo gigant. Gjevat, shumë faleminderit. Ska gjo. Ishte knasi. Shumë faleminderit për teje për muzikë që lujtet sot, për intervistën dhe t'uroj shëndet me pas mas pari. Edhe shumë sukses në të ardhmen në rrugtimin e ri tash. Jo të ri, po të rithësillëm edhe njerë. Munona pak tash jo jetës është shumë kom pas i lodhe në për punë. Absolutisht, po. po. Ka 2 punë, 42 vjeç punë, tash i bëna 58, tash sa ka thënë Zoti jetoj, du me dashamir, me shoh, me muzikë, nuk e kom përfitime se nuk varëm prej muzikës. E kuptoj. Du veç tash jo jetën. Bravo qoftë. Kështu i vetmu. Edhe ne të urojmë që të kesh shëndet e të natë mira. Faleminderit, sukses edhe juve në të ardhmen, për çka keni nevojë thirrni, unë e vi si shtëpinë time. Zotit rujt. Faleminderit shumë, Shumë shumë respekt. respekt. Me përcjelljen me duart rokitje pick up. Deri javën tjetër nga unë Marashi, Natën e mirë. më po që keni.